Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, në bashkëpunim me disa gjimnaze dhe shkolla nëntëvjeçare, si dhe lëvizjen River Clean Up, ka organizuar një aktivitet sensibilizues për mbrojtjen e mjedisit, mbrojtja e ekosistemit dhe natyrës, shtimi i hapësirave të gjelbërta dhe shmangja sa më shumë e përdorimit të materialeve plastik kanë qenë ndërthirrjet e vazhdueshme që bëjnë ambientalistët. Studentët e universitetit dhe nxënësit e shkollave u bën bashkë për të mbledhur një sasi të konsiderueshme plastike, të cilat janë depozituar në bizneset ricikluese të qytetit. Me flamurin kuqezi në duar dhe pankarta, të rinjtë të qytetit përcollën mesazhe të forta për mbrojtjen e mjedisit. Rektori i universitetit, Aleksandër Mojsiu, Shkëlqim Fortuzi, përshëndeti këtë nisëm të studentëve dhe nxënësve, duke theksuar se nuk është hera e parë që universiteti bashkohet me këto fushata ndërgjegjësuese, me synimin për të garantuar për të gjithë qytetarët mjedis të pastër e të sigurt. Me rastin e ditës tokës, Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës në bashkëpunim me gjimnazat e qytetit Durrësit dhe me shkollën nëntëvjeçare organizuan një marshim sensibilizues për të sensibilizuar opinionin publik në lidhje me riciklimin e mbeturinave. Siç e dimë, toka përveç se është pasuria më e madhe ku ne jetojmë, na siguron dhe të mira materiale, siguron një ajër të pastër, na siguron ujin, na siguron ushqimin. Kështu që duhet të japim të gjithë shembullin ton personal, duke filluar me gjëra të vogla për të mirëmbajtjen e tokës, për rregullimin e mjedisit, siç janë mbjellja e pemëve. Fortuzi theksoi se krijimi i hapësirave të gjelbërta me mbjelljen e pemëve është një shembull qytetarie. Gjatë kësaj periudhe ka mbjell rreth 500 pemë dhe po punohet për të mbjell akoma më shumë për të krijuar sipërfaqe gjelbërta. Një mënyrë tjetër është riciklimi i materialeve të plastikës, i qelçit e tjerë. Gjithashtu nga Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës në bashkëpunim me studentët dhe pedagogët po punohet për minimizimin e përdorimit të letrës që përdoret për detyrat e kursit dhe detyrat e kursit do dorëzohen online. Të gjithë bashkë pra jemi përgjegjës për mbajtjen e tokës si pasuria më e madhe që na ka dhuruar natyra dhe duhet të mendojmë si për sot, si dhe për brezat e ardhshëm, duke e mirëmbajtur tokën, duke pastruar ambientet. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka nisur projekt për gjelbërimin e kampusit të ri dhe ka mbjell deri në 500 pemë deri tani. Gjithashtu po punohet me stafin akademik dhe studentët për të hequr dorë nga përdorimi i letrës për detyrat e kursit, të cilat do të zvendësohen tashmë në formatin elektronik.